Patjetër, njeriu ka gjithmonë emocione, por Shkodra, si thon shkodranët, është sheqer dhe emri im është Ana Naqe, që në Shkodër Naqe është shpirt, kështu që s'kishte si të ndodhte ndryshe, kam shumë emocione, jam shumë emocione të mira, domethënë, sepse është një nder i madh të performosh me Elda Laron. Ajo është një nga artistët më të mëdha që unë njoh në jetën time, në karrierën time dhe gjithë bota e njeh dhe e nderon. Është fantastike, domethënë, jo vetëm si artiste, por njeri i mirë, ndihmon të gjithë artistët e rinj, u jep krah, ka një zemër të madhe dhe është fantastike. Elda të shoqëron si askush tjetër. Domethënë, zërat kanë shumë nevojë për një mbështetje dhe Elda i njeh shumë mirë dhe i mbështet shumë mirë zërat lirik. Si përvoja me orkestrën e Shkodrës, meqense është ndoshta ndër të pakta qytete. Edhe ata janë të gjithë Naqe, janë të gjithë sheqera. Për Zotin, të gjithë duan që të bashkëpunojnë sa më mirë, të japin më të mirën e tyre, janë serioza, janë të qeshur, janë të dashur, edhe bashkëpunojnë shumë mirë. Dëgjojnë, domethënë, edhe Eldën e ndjekin jashtë masë mirë. Niveli ishte shumë i mirë, jam shumë e kënaqur. Faleminderit shumë. Një rikthim po themi i orkestrës, koncerti juaj i parë si drejtuese e Orkestrës Simfonike të Shkodrës, emocionet, por edhe si u priti publiku. Me thënë drejtën, nuk është tira parë që i dirigjoj të orkestrës simfonike si drejtuese, si drejtoresh artistik do thoni. Po, është një emocion tjetër, një emocion i ri, një emocion me akoma më shumë përgjegjësi. Pasi kërkoj nga vetja ime në radhë parë, më shumë punë, çfarë themi, më shumë përpjekje, domethënë, për të realizuar një koncert sa më të mirë. Edhe besoj se doli goxha mirë, domethënë, ky koncert, sepse orkestra, siç e dëgjuat edhe juve, përgjigjet me të vërtetë shumë bukur. Si është kjo ndjesi, duke qenë se rikthehemi pas kaq shumë vitesh për të punuar me shumë mirë filltasi me këtë skenë e cila besoj ka emocionin e saj të vetit, ndryshe nga çdo skenë tjetër, duke qenë se në qytetin tuaj. Atëherë t'ju them të drejtën, zemra rre shumë më fort se kudo tjetër. Domethënë, në skenët e tjera të botës unë dal, kam atë emocionin tim, po këtu, domethënë, rriten, domethënë, komplet zemra më rret shumë fort në çdo moment, por rret domethënë në mënyrë pozitive, në mënyrë konstruktive, sepse më jep me të vërtet krah edhe forcë për të bërë më mirë. Edhe sigurisht, domethënë, më kthy qytetin tim, domethënë, të lindjes është një emocion që nuk ka koment, domethënë, është diçka e rrallë. Ky ishte produkti i parë i punës tuaj të nisur vetëm pak muaj më parë. Çfarë do të pres publiku në të ardhmen nga orkestra? Po, ky ishte domethënë produkti i parë, po un kam edhe shansin që kam një asistent të jashtëzakonshëm, i cili quhet Erio Daja, që e pat edhe sot domethënë në shfaqje, më dirigjoi mua sot. Domethënë kam fatin që kam atë, pasi ai e përgatit domethënë orkestrën kur nuk jam këtu dhe pastaj organizojmë domethënë bëjmë javë domethënë të mëdha, punë domethënë të madhe për të realizuar pastaj një koncert. Çfarë do ketë? Koncerti i jashtëm do jetë akoma me përgjegjësi akoma më të madhe, pasi do kemi edhe një tenor të jashtëzakonshëm që është Sajmir Pirgu dhe një pianist shumë të mirë, Klevis Gjergjin, edhe orkestra do të jetë akoma më nivel të lartë. Kaq. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Orquestra Sinfónica, no dirigido de maestros Elda Laron.